Pse njerëzit nuk dinë të komunikojnë më? Dikur njerëzit flisnin për gjërat që ndjenin. Sot shumë njerëz thjesht heshtin. Zhduken. Ftohen. Distancohen. Lën mesazhe pa përgjigje. Dhe personi tjetër mbetet duke u përpjekur të kuptojë çfarë ndodhi. Ndoshta kjo është një nga problemet më të mëdha në marrëdhëniet moderne. Jo mungesa e ndjenjave, por mungesa e komunikimit. Sepse shumë njerëz sot ndjejnë shumë por shprehin shumë pak. Dhe gradualisht lidhjet fillojnë të vdesin në heshtje. Ka diçka të çuditshme tek bota moderne. Njerëzit komunikojnë më shumë se kurrë. Mesazhe, telefonata, story, emoji. Por njëkohësisht shumë njerëz nuk dinë më të flasin realisht për emocionet e tyre. Nuk dinë të thonë, jam lënduar. Kam frikë. Nuk ndihem mirë. Më mungon. Nuk di si ta shpjegoj çfarë po ndjej. Prandaj shumë marrëdhënie mbushen me heshtje emocionale. Dhe heshtja krijon distancë. Psikologjia moderne e lidh këtë me emotional avoidance. Shmangia emocionale. Shumë njerëz nuk janë mësuar të përballen me emocione të vështira. Sidomos meshkujt. Që të vegjël shumë njerëz mësohen, mos u hap shumë. Mos trego dobësi. Mos fol për ndjenjat. Mos u duk emocional. Dhe gradualisht njerëzit rriten duke mos ditur si të komunikojnë atë që ndjejnë. Prandaj në marrëdhënie ndodh shpesh kjo, njëri person ndjen diçka, por nuk flet. Pastaj fillon të mbyllet emocionalisht, të ftohet, të largohet. Dhe personi tjetër e ndjen ndryshimin por nuk merr kurrë shpjegim. Ka njerëz që nuk dinë të komunikojnë sepse kanë frikë nga konflikti. Kanë frikë nga reagimi, nga refuzimi, nga vulnerabiliteti. Prandaj preferojnë heshtjen, sepse heshtja duket më e sigurt. Por problemi është se heshtja gradualisht shkatëron lidhjen, sepse njerëzit nuk mund të lexojnë mendjen e njëri tjetrit. Dhe shumë marrëdhënie nuk mbarojnë nga mungesa e dashurisë. Mbarojnë nga mungesa e komunikimit. Erich Fromm shkruante se dashuria nuk është vetëm ndjenjë, është aftësi. Dhe komunikimi është pjesë e kësaj aftësie. Sepse dashuria pa komunikim gradualisht bëhet paqartësi emocionale. Ka diçka shumë moderne tek kjo. Rrjetet sociale kanë krijuar një brez njerëzish që dinë të postojnë emocione, por jo gjithmonë t'i shprehin ato realisht. Njerëzit postojnë quotes, këngë, story, video, por nuk arrin t'i thonë direkt dikujt, më lëndove, më mungon, nuk ndihem i sigurt. Dhe kjo krijon marrëdhënie shumë të paqarta emocionalisht. Ka njerëz që flasin gjithë ditën por nuk komunikojnë asgjë reale. Sepse komunikimi nuk është vetëm të flasësh, është të shprehësh veten me sinqeritet. Dhe kjo kërkon guxim emocional. Carl Jung besonte se shumica e njerëzve kalojnë një pjesë të madhe të jetës duke fshehur emocionet reale edhe nga vetja. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse komunikimi është bërë kaq i vështirë. Sepse njerëzit nuk janë të lidhur plotësisht as me emocionet e tyre. Si mund t'i shpjegosh dikujt tjetër ndjenjat e tua kur as vetë nuk i kupton plotësisht? Prandaj shumë njerëz heshtin. Jo sepse nuk ndjejnë, por sepse nuk dinë si ta përballojnë atë që ndjejnë. Ka edhe ego brenda gjithë kësaj. Disa njerëz mendojnë se komunikimi i emocioneve i bën të dobët. Prandaj mbajnë gjithçka brenda. Bëhen të ftohtë, të largët, të paqartë. Por e vërteta është se njerëzit emocionalisht më të fortë nuk janë ata që heshtin gjithmonë. Janë ata që dinë të komunikojnë pa frikë. Marcus Aurelius shkruante, njeriu nuk duhet të ketë frikë nga e vërteta. Dhe ndoshta shumë marrëdhënie moderne vuajnë pikërisht nga kjo. Frika nga sinqeriteti emocional. Frika për të thënë, nuk ndihem mirë. Kam nevojë për hapësirë. Nuk jam gati. Më lëndon kjo sjellje. Prandaj njerëzit zgjedhin mënyra të tjera. Ghosting, distancë, ftohtësi, mungesë e fortë. Sepse këto duken emocionalisht më të lehta se sa një bisedë e sinqertë. Por në realitet vetëm krijojnë më shumë konfuzion dhe dhimbje.
ka diçka shumë të lodhshme tek marrëdhëniet ku askush nuk thot çfarë ndjen realisht. Njëri pret që tjetri ta kuptoj vetë. Tjetri hesht sepse nuk di si të flas. Dhe gradualisht dy njerëz që mund të kishin funksionuar largohen emocionalisht nga njëri tjetri. Jo sepse nuk kishte ndjenja, por sepse mungonte komunikimi. Psikologjia moderne ka zbuluar se marrëdhëniet më të shëndetshme nuk janë ato pa probleme. Janë ato ku njerëzit dinë të komunikojnë problemet pa u shkatëruar emocionalisht. Sepse konfliktet janë normale. Keqkuptimet janë normale. Pasigurit janë normale. Por mungesa totale e komunikimit i bën këto gjëra shumë më të rënda. Ka edhe njerëz që nuk komunikojnë sepse janë mësuar të mbijetojnë emocionalisht vetëm. Nuk besojnë plotësisht tek afërsia. Nuk janë mësuar të hapen. Prandaj kur lidhja bëhet më e thellë mbyllen. Jo sepse nuk duan, por sepse vulnerabiliteti i trem. Dhe kjo është shumë e zakonshme sot. Shumë njerëz duan dashuri, por nuk dinë si të jenë emocionalisht transparent. Sepse transparenca kërkon diçka shumë të vështirë, të pranosh që edhe ti mund të lëndohesh. Njësë shkruante, njerëzit fshehin pjesët më të thella të vetes nga frika se mos nuk pranohen. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse komunikimi modern është bërë kaq sipërfaqësor. Njerëzit kanë frikë të tregojnë versionin e tyre real. Prandaj mbajnë maska emocionale. Duken të qetë kur janë të lënduar. Duken indiferent kur ndjejnë shumë. Duken të fortë kur në të vërtetë janë të lodhur emocionalisht. Por marrëdhëniet reale nuk ndërtohen mbi maska. Ndërtohen mbi siguri emocionale, mbi sinqeritet, mbi aftësinë për të folur edhe për gjërat e vështira. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse lidhjet e vërteta janë bërë kaq të rralla. Sepse komunikimi i vërtet kërkon pjekuri emocionale. Kërkon të dëgjosh, të shprehesh, të kuptosh, të mos ikësh menjëherë kur emocionet bëhen të vështira. Ka një ndryshim të madh mes të flasësh dhe të komunikosh. Shumë njerëz flasin gjithë ditën, por pak njerëz komunikojnë realisht atë që ndjejnë. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ka kaq shumë vetmi emocionale sot. Sepse njerëzit janë të lidhur me telefonat, por jo gjithmonë me njëri tjetrin. Por ka edhe diçka pozitive brenda gjithë kësaj. Komunikimi është aftësi që mund të mësohet. Njeriu mund të bëhet më emocionalisht i hapur, më i qartë, më i sinqert. Sepse pjekuria emocionale nuk është të mos ndjesh. Është të mësosh si t'i shprehesh ndjenjat pa frikë. Dhe ndoshta marrëdhëniet më të bukura nuk janë ato ku gjithçka është perfekte, por ato ku dy njerëz ndihen mjaftueshëm të sigurt për të thënë të vërtetën e tyre emocionale. Edhe kur është e vështirë. Edhe kur i bën vulnerabël. Sepse në fund komunikimi nuk afron vetëm njerëzit. Ai i mban gjallë lidhjet. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.